Sezoni turistik i verës nuk lidhet vetëm me plazhet me destinacionet natyrore. Në këtë periudhë, vëmendje të veçantë meritojnë dhe monumentet e trashëgimisë kulturore të cilat mbajtin historinë, traditën dhe identitetin e një zone. Në fshatin Agim të njësisë administrative Libofsh, një prej objekteve me rëndësi është kisha e Metamorfozës, një dëshmi e trashëgimisë fetare dhe kulturore të kësaj treve. Në këtë kronik prifti i kishës At Ilia Zaka sjell në vëmendje historinë dhe rëndësinë e këtij monumenti, por edhe nevojën për më shumë kujdes dhe mirëmbajtje të objekteve të trashëgimisë kulturore. Kisha ortodokse që në krijimin e saj është kujdesur ashtu si për anën shpirtërore dhe për anën materiale. Dhe një nga gjërat që janë masat kryesore në çdo vend që neve në veprojmë, ka dhe ligjet dhe masat e veta. Për sa i përket ruajtjes, jemi duke përgatitur gjithmonë një terren sa më të mirë për vizitorët dhe për besimtarët që vijnë. Ana e masave të veçanta nuk mundet të shkronim dot kështu, se për çdo ditë duhet jetë një kujdes i veçantë, një lloj sikur kanë ardhur turistët çdo ditë. Cili ka qenë ndikimi i kësaj kishe në lidhjen shpirtërore të tyre, por edhe në promovimin e turizmit? Unë i falenderoj të gjithë emigrantët që vjen nga të gjitha anët dhe janë tamam si bleta. Dhe në kohën e pushimeve vini vjen këtu dhe të gjithë sa kanë për të pagëzuar dhe për të vënë kuror, vini me familjet e tyre. Vinë pranë familjeve dhe në këtë kishë për çdo ditë në gusht ka paksime dhe kurora. I falenderoj që i lënë të gjitha gjërat e festave për këtu, por është pak e vogël lutja. Duhet të lutemi sa më shumë që ata të jenë dhe trupërisht këtu për gjithmonë. Shqipëria ka shumë thesare, ka më shumë nga gjithë bota. Por kushtet që na kanë nëprur, na bjen që të largohen nga këto ambiente kaq të mira. Kisha juaj luan rol të rëndësishëm në promovimin e trashëgimisë kulturore? Po, të gjitha këto sa folëm, paksime, kurora, të gjitha përcillen në të gjithë vendet dhe mi që janë jashtë shtetit. Si trashëgimi kulturore, ne mundet të flasim se ishte nuk doja të jepja shifra dhe përqindje për çka ka në monumentet kulturës dhe çka ka në shteti nga kisha ortodokse. Ikonat, pikturat, të gjitha janë një thesar i paqëmuar. Dhe po të shikonim, nuk flet vetëm prifti, flasin ikonat, flet muret, kurët flasin për ne, dhe në vendet që i kemi 100% musliman, po të shikojmë kurët na tregojnë se janë një trashëgimi kulturore. Po të shikojmë gjysmët e atyre që janë te monumentet e kulturës, që s'na i kanë kthyer akoma, ikonat, gjërat kisha që kur ishte krijuar si vend, ka patur një kulturë të veçantë. Ne, mbase i prishëm nga të qenit pak të dogë nga ana e kulturës, duke vënë ca emra përsipër emrave që ne kemi. Por kisha ortodokse ka thesare të paqëmuara vetëm me trashëgimin kulturor. Përtej vlerave fetare, këto monumente janë pjesë e historisë së komuniteteve dhe mund të jenë një pikë e rëndësishme për vizitorët që kërkojnë të njohin më nga afër historinë dhe kulturën e zonës. Përruajtja e tyre kërkon angazhim të vazhdueshëm, jo vetëm gjatë sezonit turistik. Mirëmbajtja, evidentimi dhe promovimi i monumenteve do të ndihmonin që këto dëshmi të së kaluarës të njihen nga brezat e rinj dhe të përfshihen më shumë në itinerare turistike. Nga kisha e Metamorfozës në fshatin Agim, mes historisë dhe besimit, mesazhi i At Ilia Zaka ishte i qartë se trashëgimia kulturore nuk është vetëm e së shkuarës, por një pasuri që duhet ruajtur dhe përcjellë tek brezat që vijnë.